أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleikum, shikues të nderuar dhe mirë se erdhët në Fanar. Sonte do të flasim për një temë të cila ka të bëjë me busullën e jetës, për udhëzimin e brendshëm që i mungon njeriut përtej shkollës, dijes dhe informacionit. Sonte do të flasim për mënyrën se si njeriu zgjedh betejat e tij, si e dallon kohën për dialog, përballje dhe kritik apo heshtje. E si ta ruajmë energjinë për atë që na solli dobi si individ dhe shoqëri, e si mund të mos e shpenzojmë në gjërat e pavlera, pastaj një rifreskim i ndërgjegjes sonë se si shoqëri përparim ta masim jo vetëm me ekonomi e zhvillim material, por edhe me formim moral, psikologjik dhe shoqëror të njeriut. Me një fjalë, kush është busulla e jetës dhe si do ta përdorim atë, këtë temë do ta diskutojmë me profesorin dhe aktivistin e nderuar, zotrin Bashkim Mehani. Zotri Bashkim, mirë se jete në Fanar. Mirë se ju gjejmë, faleminderit. Urime muaj shenjtë të Ramazanit, agjerim të lehtë të pranuar, inshallah. Urime edhe juve, edhe gjithë besimtarëve dhe të rishikuesve të juaj. Zotri Bashkim, a mendoni se shkolla sot po i përgatit rinë për jetë apo vetëm për provime dhe profesion? Bismillahirrahmanirrahim. Shkolla ka një objektiv të qartë që për të edhe është themelu, është arsimimi masave dhe edukimi i tyre, dhe plan programet dhe kurikulat shkollore gjithmonë kanë për qëllim që gjeneratat e reja t'i arsimojnë, t'i përgatisin për jetë, t'i bëjnë profesionalist dhe njëkohësisht t'i mveshin bazën themelore të edukimit. Mirë po, në çdo periudhë, po edhe në periudhën tonë që ne sigurisht po e shohim dhe po e vrejmë, shkollat nuk janë duke përmbush sa duhet objektivin e dytë, edukimin. Krijojnë kuadrat afta për jetë, aq sa po krijojnë edhe në këto kushtet e sodit, edhe kjo është domethënë për të diskutuar, por në aspektin e zgjimit të ndërgjegjes, moralit, fokusit rreth vlerave, është edhe më pak e fokusuar edhe më pak e trajtuar domethënë si fushë, kështu që njeriu sot ka nevojë për një bagazh shtesë përveç atë që e fiton në familje, vazhdimisht të përmbush këtë nevojën e edukimit dhe krijimit karakterit të shëndosh përmes një busulle orientuese, siç e quajt edhe ju në fillim të emisionit, e që ajo është udhëzimi hyjnor. Pa dyshim që Kurani ka zbrit që ta orientoj njeriun. Hudelil muttaqin është quajt udhëzues për njerëzit. Qëllimi nuk është veç udhëzim sa i përket besimit edhe mosbesimit, por ka për qëllim orientimin e përgjithshëm të njeriut në jetë. Kështu që kjo përmbushje e cila i mungon shkollave tona, po i mungon edhe shkollave në vendet me shumicë muslimane, duhet kthehet dhe të plotësohet me atë që Allahu xhaleshanuhu ka kërkuar prej neve. Sigurisht që Allahu i madhruar e ka ditë se njeriut do t'i mungoj përvoja e tij e mjaftueshme për ta krijuar në nivelin e vetdijes, edhe në aspektin e besimit, por edhe në aspektin e vlerave. Vetë pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Boistu li utemmime makarim al-akhlaq", jam ardhur për t'i përsos normat e moralit. Nuk e ka mohu pejgamberi alayhis salam që në shoqëritë para Kuranit ka pas moral, ka pas vlera, se gjithmonë njerëzit janë bazuar në diçka. Mirë po, ky mision i pejgamberit alayhis salam ka ardhur që këto normat moralit ti përsos, ti ngrit, ti plotësoj aty ku ka nevojë dhe ti korrigjoj aty ku ato janë të devijuara. Dhe ky ka qenë edhe misioni i gjithë pejgamberëve, që njerëzit t'i orientojnë në rrugë të drejtë, t'i orientojnë domethënë në busullën e jetës për ta dalluar të vërtetën nga e pavërteta. Informacionet që mirën në shkollë, po edhe në leximet e përgjithshme dhe informatat që sot gati se na mbulojnë në çdo kënd, sidomos në zhvillimin e teknologjisë dhe informacionet dhe rrjeteve sociale dhe këtyne që jemi të rrethuar 24 orë në ditë, njeriu merr shumë informata. Mirë po ato informata nuk arrin t'i përtypë dhe t'i reprodukojnë në vlera morale dhe t'i shërbejnë në jetën e tij, në përditshmërinë e tij. Kështu që njeriu
me gjithë grumbullin e dijeve që ka, apo informata më drejt të them, që i ka sot nuk arrin me zgjidh shumë prej problemeve duke filluar nga ato personale, familjare e shoqërore. Ky është domethënë një problem që duhet të na thras në vetdijen tonë dhe sidomos te pjesa më e arsimuar edhe kulturuar e shoqërisë që t'i kthehemi vlerave të menta dhe t'i kthehemi udhëzimit hyjnor. Zotëri Bashim, po duam të ndërlidh me një fjalë popullore që ne e përdorim shumë shpesh kur e shohim një tri ose një njeri që nuk është ndoshta shumë i edukuar ose i kulturuar, thojmë po shkolla nuk do njeri. Tash në rast se fol me profesor, me mësues, ata ndoshta kanjëherë kanë një anketë që i drejtohen prindve që nuk po punojnë me fëmijë sa duhet. Nëse fol me prind thojnë po ata s'po edukojnë, faji mbi këmbi, se gjithmonë faji po mbetet jetim. Dikush e drejton ka shkolla, shkolla e drejton te prindi, kuptohet që duhet me pas një bashkëpunim, po realisht ku po qalojmë? Padyshim që përgjegjësia e edukimit moral që fillon që nga vitet e hershme të fëmirisë është barë e familjes, është barë e prindve. Për fat keq, shumë prind e kanë gabuar përgjegjësinë edhe nuk e kuptojnë se çështja e krijimit familjes dhe pasjes domethënë fëmijë nuk nënkupton veç përmbushjen e tyre materiale. Mirë po pjesa më e rëndësishme e saj është përmbushja morale, edukimi i mirëfillt. Dhe shumë prej prindërve zgjidhjen më të lehtë të edukimit ja pasojnë qerdheve apo institucioneve parashkollore, pastaj edhe shkolla, duke dashur me largu përgjegjësinë prej vetes. Mirë po si prind musliman dihet se përgjegjësia ndaj fëmijëve nuk përfundon deri në përfundimin e jetës. Domethënë deri në momentet e fundit të jetës prindi ka përgjegjësi ta orientojë fëmijën e vet, edhe nëse ai është i rritur dhe është bërë domethënë i pjekur. Po pjesa e shkollës padyshim që i mbetet me plotësu. Jo të gjithë prind janë të arsimuar mjaftueshëm sa të orientojnë fëmijët e tyre bazat shëndosha morale. Një faktor i mesëm që kisha me thonë në shoqërinë tonë kishte me luajtë rolin ndërmjet mes prindit dhe shkollës është edhe mësimi fetar në xhami apo në mejtepe kudo qoftë. Kam pas rast të mbaj trajnime në Bashkinë Islame të Kosovës, ku edhe jam i angazhuar me mualimet, me edukatorët e fëmijëve dhe e kam pa domethënë shqetësimin e tyre pikërisht këtë që e the. Domethënë prind nuk janë të përgatitur sa duhet t'i ofrojnë domethënë kulturë dhe morale dhe edukat të mjaftueshëm, për arsye se ju ka munguar edhe atyre fillimisht. Pastaj edhe shkolla me gjitha mangësitë që i ka dhe fokusi i tyre drejt marrjes njohurive, jo edukatës sa duhet, e shohin domethënë që është një zbrastësi, një boshllëk i madh, të cilin ju sugjeroj, edhe ju kam sugjeruar gjithmonë edukatorëve, mualimeve që t'ja përmbushin domethënë, të jenë kjo pjesa e mesme e cila e plotëson një boshllëk që fatkeqësisht gjeneratat e reja po rriten me të. Po du më ndërlidh pak me këtë që e thatë, ndoshta është si pasoj kjo që në ditët e sot me shohim që shumë të ri po bëhen prindër shumë të ri vetë ata dhe ndoshta as ata nuk janë të pjekur mjaftueshëm që edhe s'janë të përgatitur realisht që të jenë prindër edhe mandej ndoshta krijojnë familje. Po, krijojnë familje dhe nuk për këtë arsye ndoshta s'janë të aftë për me eduku aq sa duhet. Është shumë e vërtet kjo, ne po bazohemi në radhë parë me një fakt që është shumë rënqes dhe është rëndetës për shoqërinë tonë, një fenomen i cili është në rritje vazhdimisht, që është shkurorzimi. Që do thotë se të rinë tonë nuk e kanë ditë se çka i pret në jetën bashkëtorë, apo nuk kanë qenë të përgatitur për sfidat me cilat do të ballafaqohen në jetën bashkëtorë dhe shumë shpejt gjatë fejesës ose në ditët e para ose vitin e parë të martesës veç ballafaqohen me probleme që nuk kanë qenë të përgatitur për to dhe ndodhen edhe shkurozime të shumta. Lemo tani pastaj këta prind të rrisin edhe të edukojnë fëmijë siç duhet. Një problem të ngjashëm më kujtohet e kam lexuar dikun
ka pas edhe Malezia, shkurëzimet e hershme, domethënë shkurëzimet e shumta si fenomen në rritje, dhe çka ka ndërmarrë shteti, ka bërë një lloj organizimi gjithështetëror për trajnimin e të rive për hyrjen në martesë. Nuk ka pas mundësi të hyhet në martesë, nuk di a ekziston edhe sot ai ligja apo ajo norm, nuk ka pas mundësi të hyhet në martesë pa marrë certifikatën që ke marrë trajnimin apo seminarin caktuar për hyrjen në martesë. Për arsye se e dim që martesa edhe jeta bashkëtorë është një sistem i veçantë, një jetë e veçantë që për të duhet të përgatitemi. Aq më tepër nëse e llogarisim domethënë barrën e edukimit të fëmijëve, nëse dy prindërit nuk janë të edukuar vetë dhe nuk e dinë se çfarë çësje të edukimit i ofrojnë fëmijëve për sfidat e kohës edhe ditëve në cilat po jetojmë, atëherë çka pritet domethënë si rezultat nga ata prind për fëmijët e tyre. Zotëri Bashkem, a mundesh për na tregu se çfarë kuptoni me busull të jetës? E thash që në aspektin islam, busulla jetës është Kurani. Ky që na tregon se si të jemi në raport me krijuesin në rand të parë, pastaj si të jemi në raport me veten, obligimet që kemi ndaj vetes, njeriu nganjëherë duke i kuptuar obligimin ndaj të tjerëve harron obligimin që ka ndaj personit vet. Obligimet familjare, raportet me të cilat duhet ta kultivoj jetën e ta begatoj jetën e tij në familje, që jeta të jetë domethënë në harmoni të plot me kërkesat kuranore, me kërkesat e Zotit. E pastaj edhe dalë aty në shoqëri domethënë i përgatitur për të ballafaqur me sprovat apo me sfidat e jetës, cilat janë përditshmëri. Ne nganjëherë çujmë sprova veç ato kur janë shumë të mëdha edhe godasin fort. Mirë, po çdo moment i jetës sipas konceptit tonë islam është në peshojën e veprave tona, qoftë në peshojën e veprave të mira apo të liga. Çdo ballafaqim apo çdo lëvizje jona do të merr një vlerë ose pozitive ose negative. Kështu që po mos ta kem këtë busull, mos ta kem orientimin e edukimit në bazuar në besim edhe në Kur'an. Shpesh herë informatat që i marrim domethënë janë të mangëta apo nuk na mjaftojnë për të qëndruar domethënë stabil. Allahu në Kur'an thotë se ky Kur'an udhëzon në atë që është më e drejta, në atë që është më e qëndrueshmja. Në momentin që ne merremi me Kur'anin, lexojmë atë, meditojmë rreth tij, do të fitojmë pjesë të edukimit të cilat nuk na jep as familja, as shoqëria, as shkolla. Kështu që ftoj të gjithë ata të cilët po na ndëgjojnë edhe na ndjekin, që sidomos këtë muaj të shenjtë Ramazanit të fokusohen shumë te leximi i Kuranit, po jo vetëm te sasia e leximit, se një pjesë e shoq që janë të interesuar dhe kanë fokusin te ajo se sa kanë lexuar Kur'an, sa faqe kanë lexuar dhe sa kanë arrit me përmbush ndoshta hatmen e Kuranit deri në fund Ramazanit. Fokusi jon është që të thellohemi në ajetet e Kuranit. Nuk do të thotë që njeriu duhet të jetë studius i Kuranit për ta medituar ajetin e Kuranit. Për arsye se ajetet e Kuranit janë tilla të cilat i ofrojnë secilit nga prizmi apo intelekti që ka domethënë sasia që mundet me marr prej tij. Po edhe mos pash ku me ditë se çfarë përgatitje shkollore. Mjafton me lexuar një ajet Kuranit edhe mund dal me meditu se çka Allahu po na drejtohet me të. Çdo ajet i Kuranit na drejtohet në mënyrë individuale. Edhe atëherë kur nuk na thret domthon drejt për drejti si person, çdo ajet është thirrje për ne që të kuptojmë prej tij. Allahu po na flet, ne duhet ta ndëgjojmë edhe të marrim sim prej fjalëve të tij. Zotëri Bashkem, kam përshtypjen që ne si popull jemi emocional, tepër shumë edhe shpesh flasim edhe reagojmë në bazë të emocioneve që kemi. Si pasojë e kësaj, shumë shpesh e gjejmë veten të përfshirë në debate. Ajo që po më intereson me ditë është se si mundemi me dallu kur debati është i dobishëm edhe kur është humbje kohe. Padyshim që debatet janë në përgjithësi janë të nevojshme dhe përmes debateve nxirret e vërteta në shesh. Mirë po debatohet edhe dialogohet me njerëz të cilët dëshirojnë me nxjerrë të vërtetën në shesh. Jo me njerëz të cilët dëshirojnë me ngadhënjy egoja e tyre apo me qenë domosdoshmë superior në dialog.
Allah në çështjet e besimit na thret duke na thonë që të mos dialogojmë me njerëz të cilët kanë për qëllim domthonë mendimallsinë, shfaqjen e mendimallsisë. Ose mos t'i thrasim besim njerëz të cilët veç e kanë shprehë gatishmërinë e tyre për të qenë kundërshtar të besimit në vazhdimsi. Një pjesë e dialogut që sot po e shohim që po ndodh në shoqërinë tonë dhe globalisht gjithkund, është dialogu në rrjetet sociale, apo polemikat edhe kundërshtit përmes komenteve kështu me radhë. Futja në ty në to dhe angazhimi rreth tyre merr energji dhe humb kohë të madhe edhe pak ka sukses apo dobi prej atyre komenteve ose diskutimeve të cilat ndodhin në rrjetet sociale. E shoh që një pjesë e madhe e njerëzve janë të fokusuar rreth asaj se sa komente ka marrë një video apo një postim i caktuar, sa pozitive, sa negative, kështu me radhë, duke marrë një lloj opinioni për vlerën e produktit që e ke plasu përmes komenteve të cilat bëhen aty. Unë kam dëgjuar edhe njerëz të kësaj fushë të cilët thonë se çështja e kontentit apo përmbajtjes së një postimi në rrjetet sociale dhe në platformat online nuk e merr pëlqimin apo komentin për ka vlera që ka, po ma tepër për ka kërshëria, ndonjëherë edhe negative, e mënyrës së paraqitjes saj. Madje edhe influencerët që sot i kanë marrë rrjetet sociale në dorë, e shprehin haptazi se nuk është më rëndësi se çka plasojnë. Është më rëndësi të jetë çështje e diskutueshme, çështje e cila nxjerr apo rrit debat, nxit tensione kështu me radhë, ose siç po e quajnë tash me dhez. Me dhez. Edhe kjo është domethënë ajo që i intereson domethënë njerëzve tash në çka ushqehen këta influencer. Ushqehen në pagadishmërinë tonë si njerëz që ta kufizojmë komentin e panevojshëm, që të mos mirën me të kotën. Pejgamberi alayhis salam na thret që të mirën me ata që na përket, edhe të largohemi nga ajo që nuk na përket. Një pjesë e madhe atyre të cilët komentojnë as nuk dinë se për çka bëhet fjalë, as nuk e shohin tënsisht domethënë përmbajtjen, po lidhen ndoshta edhe për titullin e plasuar ose me një fjalë ka të tjerë që lidhen me komentin asaj që është plasuar, nuk mirën me plasimin vet. Edhe ndodhen domethënë keq kuptime edhe keq interpretime. Po marr si shembull para pak kohë kisha një aksident rrugor dhe isha domethënë pjesë e aksidentit. Ma afruan në rrjetet sociale që kish dalë domethënë aksidenti i xhirum dhe i lexova pak komentet për me rrit pak këtë kërshërinë të ndëgjuesit se çka ndodh. Unë as nuk isha shoferi, as nuk ishte e vërtet që na kishim faj nga ajo që na ndodhi, na ishim domethënë e kishim pësuar aksidentin, mirë po vetura ime ishte në fokus edhe njerëzit kishin filluar me thonë ku i ka pas syt, shtylla ka dalë keq në rrugë, apo domethënë në forma të ndryshme e parë se sa njerëzit janë në gjendje me komentu, veç me bë domethënë koment për arsye se i çastën të kotës, i çastën domethënë anës të panjohur, veç me bo debat ose me thonë diçka. Kjo është domethënë ajo që nuk është dashur të rinë tonë të humbin kohën e to edhe të humbin nga personaliteti i tyre, për arsye se çdo koment në farë mënyre i veshët atij. Po ne çu duhet me ditë mandej pra kur duhet të reagojmë fort edhe kur është më mençur për neve që të heshtim. Islami na mëson që me thonë të vërtetën. Me thonë të vërtetën, madje edhe nëse është kundër nesh, edhe nëse është kundër të afërmëve tonë, edhe nëse është kundër interesave tona. Në këtë mënyrë, Kurani na edukon që të jemi të drejtë, edhe të mbahemi me të vërtetën. Qoftë ajo e nivelit lokal apo edhe nivelit global, ne duhet të jemi pasues të vërtetës, të reagojmë për të vërtetën. Megjithatë, jo çdo reagim dhe çdo herë ka vendin e vet. Nganjëherë kur e din se reagimi mund të sjellë zhurmë edhe pakënaqësi më të mëdha dhe mund të ndodhë domethënë të sillet si bumerang
në opinionin ton, është mirë që të heshtet. Mirë po në përgjithësi, kur e dim se kemi mundësi me bo diçka, me dhënë një opinion të mirë, një orientim të mirë, për tjerët është mirë që ta bëjmë. Pejgamberi alayhis salam na ka thënë kush e shen një të keqe në mesin e juve, le ta largon me dorën e tij. Po nuk mundi me gojën e tij, po nuk mundi të paktën ta urrejë me zemrën e tij, dhe kjo është më e ulta e imanit. Pra, gjithsesi, duhet mundohemi të bëjmë diçka për qëndru me të vërtetën dhe për ta luftuar të pavërtetën. Pastaj Allahu xhaleshanu na thot në Kur'an se ju jeni populli më i zgjedhur në fytyrë të tokës, të urdhroni për të mirë dhe të ndaloni nga e keqja. Pra, njeriu vazhdimisht është në procesin e përmirësimit të shoqërisë, përmes urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Në këtë mënyrë kemi luajtur rolin që na takon në radhë të parë dhe si njerëz, pastaj edhe si besimtar, që na takon me ndiku pozitivisht në përmirësimin e jetës në këtë botë. Apo humbasim energji në betejë anësore edhe apo harrojmë misionet kryesore? Sigurisht që po. Nëse ndalemi pak dhe e shohim se në çka thret Kurani dhe cili është fokusi kryesor i Kuranit. Kurani na thret që ta ndërtojmë këtë botë me objektivin e ahiretit. Ta ndërtojmë këtë jetë duke menduar domethënë vlerën e saj edhe punën duke e vlerësuar me atë se çka na sjell në botën tjetër në ahiret. Pra, njeriu në jetën e tij ka një qëllim, edhe ai qëllim final është arritja e kënaqësisë së Allahut. Nëse e kemi gjithmonë këtë në qendër të vëmendjes dhe jemi fokusuar vazhdimisht në atë se qëllimi i ardhjes tonë këtë botë është njohja e Zotit dhe të qenurit në ujdi me kërkesat e tij edhe larg nga ndalesat e tij, çështjet tjera anësore janë, domethënë, s'muj me thonë parëndësishme se çdo element i jetës e ka vlerën e vet. Mirë, po nuk guxon që një diçka e dorës dytë apo sekondare me na shmang, me na largu fokusin nga ajo që Allahu të jetë i kënaqur me neve. Në botë ndodhin gabime dhe ka mundësi njeriu, domethënë, të merr në thuq çdo populli edhe në hapin e parë të jetës. Mirë, po nëse ka kokën ngritur drejt qëllimit final, ku duhet të arrijë, këto kalohen. Këto domethënë ka përcehen dhe nuk bëhen humbje e fokusit. Shumë njerëz e shoh që thash edhe mirën me të kotën ose kanë energji të pashtershme për më marrë me gjana sekondare dhe dorës dytë, harrojnë atë për çka kanë ardhur në këtë botë, harrojnë objektivat kryesore të jetës, shkollimin, punësimin, krijimin e familjes, edukimin e shoqërisë, kontributet për rrethin ku jetojnë, edhe mirën domethënë me gjana dytësore. Po them që po kthehem tek rrjetet sociale dhe tek ky digitalizim i jetës tonë, kisha me thonë i skajshëm, që po merr fokusin e shumë njerëzve dhe njerëzit nisen për një rrugë dhe në momentin që ka kritika, ka komente, ka kështu, domethënë e humb edhe demoralizohet edhe për qëllimin e vet. Kam dëgjuar raste që sidomos çështja e bullizimit që ndodh në rrjetet sociale i ka bërë që mu shmon nga jeta, mu izolu, me kalu domethënë një lloj vetmie apo inercionit brendshëm që të largohen komplet nga qëllimet e tyre jetësore dhe nga aktivitetet që kanë pasur më herët në shoqëri. Kjo gjë nuk duhet vazhdimisht ta përkujtojmë veten, ta përkujtojmë njëri tjetrin për qëllimet e larta, për vlerat e larta, për moralin e lartë, me të cilat kjo botë është ngrit. Dhe mos të ishin njerëzit që kanë pas vlera edhe moral të lartë në këtë botë, nuk kishim ardhur deri këtu ku jemi sot, edhe në planin material edhe në planin global. A ka kritik që bëhet në kohë të gabuar? Po mendoj që kritika duhet jetë prezente, po mënyra se si jepet kritika dhe momenti kur jepet kritika ka rëndësi të veçantë. Gjithmonë prapë po i kthehemi edukimit kuranor, i cili na thret që veprimet i bëjmë me një të pastër. Veprimet i bëjmë me një të pastër. Kur du me dhënë një kritik, duhet nisem nga ai princip se kam për qëllim përmirësimin apo kam për qëllim nënçmimin edhe nënvlerësimin e tjetrit, apo
kam ndonjë interes tjetër që nuk është interes moral. Në këto raste, kritika duhet bëhet me formën më të mirë, në zgjedhjen e fjalorit, në zgjedhjen e qasjes, pastaj duhet jemi të kujdesshëm që kritikën mos ta bëjmë në publik, kur e dim se një kritikë e tillë mund ta dëmtoj personin të cilët i drejtohemi, nëse është çështja për kritikë të përgjithshme që duhet i bëhet një fenomeni ose një problematike shoqërore, normalisht që ajo duhet bëhet publikisht, po jo çdo kritikë e ka vendin gjithmonë. Duhet i gjendet vendit, duhet gjendet metoda dhe mbi të gjitha që thash, duhet të fokusohemi ka vetja se çka kemi për qëllim përmes kritikës që e bëjmë. E përmendit më herët kur ishim të folë për shkollën edhe për prind që nga një herë heqin dorë prej përgjegjësive prind, po më intereson me ditë, a është tërheqja nga përgjegjësitë zgjidhje? Jo, absolutisht. Tërheqja nga përgjegjësia krijon boshllok edhe krijon rritje të një problemi i cili me ndërhyrjen tonë kishte mos zgjedh. Njeriu ka pak të lashe me përcaktu drejt përgjegjësinë që e ka. Përgjegjësinë e tij edhe si njeri, edhe si krijesë e Zotit në tokë. Kisha me thonë, sikur çdo njeri ta dinte përgjegjësinë e vet, brenda kozmosit, brenda kësaj jete, jeta do të përmbushej me një mozaik të bukur. Secili njeri në bazë të përgjegjësisë që ka, ta merr përgjegjësinë mbi vete dhe ta luaj rolin që i takon, kish mu plotsu, domethënë, mozaiku i jetës në formën më të mirë. Mirë, po fatkeqësisht njerëzit marrin përgjegjësi që nuk ju takojnë. Edhe lan anash apo shmangën nga përgjegjësia që ju takon. Sidomos në ballavaçim me probleme të mëdha që njeriu ndoshta nuk është shumë i aftë për mi zgjidh problemet, edhe nuk është i thirrur edhe në nivelin e detyrës apo angazhimit që ka brenda shoqërisë, hiq dorë tonësisht. Nuk guxoj me dhënë dorëheqje të plot edhe për gjëra të cilat ndoshta mujnë me ndiku sadopak në përmirësimin e një problematike të caktuar. Po e zëm, nëse në Kosovë një prej problemeve është ambienti, ndotja e ambientit. Ne nuk jemi nëse nuk jemi në detyrat qendrore që mirëmi me menaxhimin e mbeturina ose me edukimin e masave për menaxhimin e mbeturinave, të paktën mujmë një mbeturin të rrugës me hjek. Ajo nuk kalon për të përgjegjësisë tonë. E ke pa një pengesë, ke mujt me hjek, nuk të ka kushtu kurgjë, pse nuk i ke vepru. Edhe kjo nuk e zgjidh problemin e ambientit. Mirë po është përgjegjësia jotja individuale që këtë gjë ta bësh. Zotri Bashkim, një pak si njerëz e kemi shumë të vështirë me falë. Mirë po me na falë krijuesi kemi qef. Po kur është në pyetje na edhe kemi në dorën tonë ne me falë një person, është shumë e vështirë. Po du me ndërlidh pak me shoqërinë sot që pse shoqëria sot e rrezon një njeri për shembull vetëm pse ka bërë një gabim. Është interesant që te Zoti çështja e gabimit është përcaktuar si dy natyra. Gabimi i bërë nga pavedia e plot ose gabim i bërë gabimisht, ose domthonë jo me qëllim, edhe gabimi i bërë me qëllim, me vedije edhe me mendjemadhësi. Shembullin e kësaj na ka pru Allahu xhaleshanu qysh në faqet e para të Koranit, në ilustrimin e shembullit të parë të njeriu të parë, Ademit a.s. dhe ballafaqimi i tij me Iblisin. Kur Iblisit Allahu kërkoi që Iblisit i bie në sejdë apo përkulje Ademit shaj respekti si krijesë e çmuar e Allahu xhaleshanu, Iblisi e refuzoi. Kur e pyeti Allahu pse e bëre kët, tha unë jam më i mirë se ai. Domthonë e tregoi një shkak sipas tij, arsye e cila e refuzon urdhruesin, e refuzon domthonë vetë krijuesin në çështjen e urdhrit të tij. Edhe Allah e largoi nga mëshira e tij dhe e bëri domthonë që të jetë i mallkuar. Kurse në anën tjetër shembulli i Ademit, i cili në xhenet bëri gabimin e ngrënjes së pemës së ndaluar që Allah
sprovoj me të, mirë po Ademi, si që thëtë Allah Gjeleshanuhu, feteleqa Ademe min rabbihi kelimatin fetabe alej. Ademi pranoj prej Allahut disa fjalë, disa këshilla që i kishte marrë më herët, që mos t'i afrohet pemës, e kështu me radhë, u vetëdisua edhe u pendua, edhe Allah e pendoj. Edhe sot e kësaj dite, domethënë, njerëzit kanë mundësinë për me reflektu, me u kthy nga gabimit që bëjnë. Përkundrazi, kësaj që po sjellim me shembullin e Zotit, njerëzit në gjykimet e tyre ndaj njerëzve të tjerë janë pamëshirshëm. Në përgjithësi është e shprehur kjo që njerëzit nuk ta falin. Zoti ta falë dhe njerëzit nuk ta falin. Kjo është nga natyra njerëzore e tillë që e bën njeriu ndonjëherë të dëshpërohet nga një gabim i vogël që e bën edhe kanë pa njerëzit. Na po shohim që shumë karrierat njerëzve humbin për shkak të një gabimi të vogël që ju kanë gjujt, si me thonë të tjerët, dhe kanë ja përmendin vazhdimisht edhe sjellin rreth një gabimi që e ka bu, dhe ky nuk mundet me marrë më veten edhe nuk mundet me orientu domethënë jetë për shkak një gabimi që ndoshta ka qenë për shkak të adoleshencës tij apo për shkak një ligësie që njeriu ka njëherë bën gabime për shkak se dobësohet, nuk e ka gjithmonë veten kontroll. Dhe ndodh domethënë ky gjyq i përbashkët shoqëror ndaj një personi për shkak një gabimit. Këto janë gabime njerëzore të cilat Zoti i pranon se tilla dhe mundësia mu pendu është te Zoti gjithmonë evidente, po edhe njerëzit duhet të falin, Feja na mëson që të falim në mënyrë që të na falet, të falim, të mëshirojmë që të mëshirohemi, e kështu me radhë. Edhe një pyetje për fund, pasi që veç erdhëm në fund të emisionit. Apo e masim përparimin vetëm me ekonomi edhe jo vetëm me cilësinë e njeriut? Nuk mund me thonë që në të kalumen nuk ka pas shumë materializmi ndikim tek vendimet edhe tek gjykimet e mëdha të njerëzve. Njerëzit vazhdimisht kanë pas një pangopsi në aspektin material, mirë po koha sotit është m'duket se e teprume. M'duket se është materia, vlerësimi material është bërë thuajse bazë vlerësimi për gjithçka. Madje edhe njeriu kur dëshiron të drejtohet Zotit me lutje ose me adhurim, llogarit domethënë se cili është benefiti i tij në këtë botë para se me dalë në botën tjetër. Megjithse njerëzit janë të tillë, duket qartazi se jo materializmi ka zgjidhur problemet e njerëzve. Jo materializmi ka qenë ajo që e ka zbukuru jetën e njerëzve, ajo që i ka dhënë njerëzve motiv për jetë dhe me qëndru domethënë të kënaqshëm jetë. Në farë mënyre materializmi zgjidh disa probleme, mirë po krijon edhe probleme tjera. Nga statistikat që më ka ra me po, çështja e vetmisë, e izolimit, që është një smundje shoqërore sot, që sociologët e trajtojnë edhe mundohen t'i bëjnë zgjidhje, është pikërisht materializmi tepruar. Pastaj vetvrasja, që është një fenomen edhe kjo në rritje, fatkeqësisht edhe tek ne, duket se në vendet e varfra ka vetvrasje, edhe është numri i vetvrasjeve për shkak të problemeve ekonomike. Mirë po, nuk mbeten mbrapa shtetet të cilat janë të zhvilluara, domethënë edhe kanë ekonomi të fuqishme, siç është Japonia përmendet shpesh si model, i cili edhe në çështjen e vetmisë, edhe në çështjen e vetvrasjeve prin nga vende të tjera më të zhvilluara. Çka do thotë kjo se materia njeriu i shërben. Mirë po kur njeriu bëhet rob i materjes, atëherë njeriu humb totalisht busollën edhe humb domethënë atë kënaqësinë e jetës, humb qëllimin për çka ka ardhur këtë botë. Pejgamberi alayhis salam shumë qartë e ka definu këtë çështje në një hadith të shkurtër kur thotë se njeriu vazhdon ta kërkojë materjen, ta kërkojë pasurinë, edhe sikur t'i jepet një kodër me ari, ai kërkon edhe luginën tjetër. Edhe nëse i jepet lugina, kërkon kodrën tjetër me ari, domethënë nuk e ngop syrin e birit Ademit asgjë përveç se dheu. Domethënë derisa dëvoroset njeriu, domethënë e ka këtë pangopsinë e tij në aspektin material. Mirë po ne duhet ta kuptojmë se jo vendet e zhvilluara, ato të cilat kanë ekonomi të zhvilluara, kanë edhe ndërgjegje të pastër, edhe njerëz të moralshëm, edhe njerëz të cilët janë të kënaqur me jetën, po nganjëherë kënaqësinë e jetës e gjejmë edhe tek njerëzit më të varfër, njerëz të cilët ndoshta nuk kanë ushqimin ditor,
po ka kënaqësinë e jetës për arsye se ka objektiva tjera jetësore. Zotri Mehani, faleminderit shumë që ishe pjesë e fanarit. Kaq kishëm për sa i përket këtij emisioni për sot. Allah ju shpërbleft edhe një herë agjerim të lehtë të pranuar, inshallah. Ishte kënaqësi, faleminderit për jush. Shikues të nderuar, kaq kishim për sot, me shpresë që kemi arrit të përshojmë në shtëpitë e juaja një copës drite, pak mesazh, unë ju them qofshin në mbrojtjen dhe kujdesin e Allahut deri në fanarin e radhës. Selam aleikum.